Zyra e rregullatorit për energji në Kosovë sot ka miratuar rritjen në mesatare të tarifave të energjisë elektrike për të gjitha kategoritë e konsumatorëve, bazuar në të hyrat e lejuara maksimale e cila kap shifrën rreth 16%. Ky vendim vjen si përgjigje ndaj kërkesave të operatorëve energjetik, KEDS, KESCO dhe KOST, të cilat kërkuan rritje të hyrave për shkak të kostove të larta të importit dhe rritjes së konsumit. Ndërsa për qytetarët e Gjakovës ky vendim përbën një tjetër goditje ekonomike në një kohë kur barra e jetesës është në rritje të vazhdueshme. Nuk është vendim i drejtë, nuk është vendim i mirë, se në këto kushte, bile për këto kushte, ka qenë edhe deri tash shumë shtanit rrënjba. E jo me shtrajtu apet. Si përballon qytetarë që janë të papunësuar, nuk ka punë. Nuk është vetëm rrymë, apo janë obligimet jetësore janë tjerat. Tash po përmendem, po qytetari ka shumë obligime tjera. Një tjetër tha se populli po lufton me një shtrenjtim mjaft të madh. Po jemi shumë në të shokuar për këto vendime që e marri, ku të ditë se populli është duke luftuar me një administrativ tjetër, shumë standardi është tepër është i lartë, ndërsa kushtet janë minimale, ta them. Po tash prapë qeveria din halë vetë din punën atje. Keq vjen mjaft janë keq. Sigur të mi hekit far vendimi, mes më përvu kish me qenë mirë për popullin. Në ditën kur zyra e rregullatorit të energjisë vendosi për shtrejtimin e energjisë elektrike, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kushtrim Ahmeti tha se rritja e çmimit të energjisë elektrike në këtë kohë rrezikon vendet e punës.